Përshëndetje të dashur miq, ju në fakt ju kërkoj ndjes për vonesën, por tani kam hyrë në vendin tim dhe kam qenë pak më out nga interpretimi i lajmeve, komentimi i ngjarjeve, gjërave të tjera. Do të komentoj shumë gjëra, por do t'i komentoj në afate kohore pak më të gjata. Fillimisht dua pak të flas për Eglin. Egli Tako në grupin e saj që ka postuar me fansat që ka lidhshmëri domethënë të grupit, ka postuar një fotografi shumë të bukur duke bërë një zemër të madhe edhe duke u falenderuar të gjithë ndjekësve të saj për të gjithë dashurinë, respektin, për të gjithë vlerën që ato po tregojnë të asaj vajze, sepse kur është mbështetja e publikut, vlera bëhet edhe më e madhe. Egli Tako, si gjithmonë e buzëqeshur, në formën më të mirë të mundshme të vetes së saj, e lumtur, e gëzuar, happy për të gjithë atë gjën që ajo ka ndërtuar në jetë, i duket e pabesueshme në fakt se sa shumë e duan publikun. Fotografia tregon shumë energji të bukur, tregon shumë pozitivitet dhe tregon shumë energji të kësaj vajze e cila vërtet ditë na bëj të ndjekim artin e saj. Egli së shpejti do sjellën projektin Nata, një projekt i cili do na mbërthej për ekrani, por sot duket tepër glamuroze.